Qeveria shqiptare po ndërmerr hapa të rëndësishëm për të fuqizuar aftësitë ushtarake të vendit, me fokus në përmirësimin e artillerisë së rëndë, prodhimin e municioneve dhe pajisjet e tjera luftarake. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu ka bërë me dije se Shqipëria synon që deri në vitin 2026 të prodhojë vetë municionet e nevojshme që do të përfshijnë edhe kalibra të vegjël e të mesëm. Një pjesë e strategjisë është krijimi i kompanisë shtetërore Kajo, e cila u themelua për të rilindur industrinë ushtarake shqiptare dhe për të trajtuar marrëveshje me firma të huaja shtëpiake. Kajo do të jetë pjesë e bashkëpunimeve publike-private që parashikojnë investime për prodhim automjetesh ushtarake, blindazhesh, uniformash dhe sistemesh artillerie të rëndë. Përveç prodhimit vendas, Shqipëria është në negociata me kompani ndërkombëtare për të sjellë artilleri efikase dhe blerje të jashtme. Një marrëveshje bashkëpunimi me Turqinë, për shembull, parashikon furnizimin me sistemi artillerie 105 mm, si dhe përkraje në trajnime dhe logjistik për forcat e armatosura. Paketa e re buxhetore për mbrojtjen kalon 2% të prodhimit të brendshëm bruto, në përputhje me angazhimet e Shqipërisë ndaj NATO-s, duke sinjalizuar për kushtimin për forcë mbrojtëse dhe për shpejtim të transformimeve teknologjike. Megjithse ka entuziazëm dhe shumë plane ambicioze, disa sfida mbeten: siguria në proceset e blerjeve, garancia që prodhimi vendor të përmbush standardet ndërkombëtare, si dhe nevoja për trajnim teknik dhe infrastruktura mbështetëse.